Horoskopi për datën 21 korrik 2026 e martë. Dashi. I dashur dashi. Sot është një nga ato ditë ku mundësitë për të argëtuar dhe për të shijuar jetën do të shfaqen krejt papritur fal një harmonie të bukur mes Uranit dhe Jupiterit. Në dashuri, sharmi dhe karizma juaj janë në kulm. Është një moment i shkëlqyer për të krijuar një lidhje të re, ose për të ndezur një shkëndij të vjetër përmes komunikimit spontan dhe të lirshëm. Në punë, idetë tuaja më të guximshme dhe të pazakonta do të gjenë më në fund një zë dhe do të admirohen nga të tjerët. Mos uguroni t'i shtyni kufit e asaj që dini të bëni. Sektori financiar. Lajme të mira. Një projekt që lidhet me komunikimin mund t'ju hapë dyrë të re fitimi. Shëndeti në përgjithësi është i mirë dhe plot energji. Ndihesh i lehtësuar dhe i frymëzuar, për sa kohë nuk e vendos veten në rutinë. Ngjyra me fat është blu dhe jeshile. Koha me fat është 11 deri 12:50. Këshilla e ditës: mos e bëj jetën shumë të paparashikueshme sot. Mund të jesh spontan dhe ndiqsh instinktet. Demi. I dashur Demi. Ndryshimet më të vogla sot do t'ju falin një ndjesi të madhe kënaqësie. Në marrëdhëniet familjare apo në dashuri do të ndihesh më i sigurt dhe gati për të përmirësuar jetën tuaj, duke u shkëputur nga gabimet e së kaluarës. Për sa i përket punës, një projekt apo një ide që duket se vjen nga hiçi mund të marrë një vëmendje kryesore, ndaj mbaje mendjen hapur ndaj risive. Financat janë pika ku mund të përjetoni një kthes të mirë. Mundësi të reja fitimi apo menaxhimi do t'ju ndihmojnë që të rrisni sigurinë për të ardhmen. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm, indikuar pozitivisht nga një frymë e re optimizmi dhe nga dëshira për t'i bërë gjërat ndryshe. Ngjyra me fat është kafe. Koha me fat është 9:15 deri 11 në paradite. Këshilla e ditës: mendo për të ardhmen dhe lëri pas pengjet. Binjakët. Kohët e fundit keni bërë ndryshime të mëdha në mënyrën se si shpreheni. Sot do të ndjeni një çlirim të vërtetë nga çdo kushtëzim. Në dashuri po përjetoni një ndjesi lirie dhe sikur po ju jepet një shans i dytë për të ndërtuar diçka të bukur dhe të sinqertë. Interesat e tua në punë do t'ju çojnë drejt mundësive të mira dhe të tjerët mund t'i shijojnë maksimalisht idetë tuaja. Financat. Burime shtesë apo mjete të reja transporti dhe komunikimi do t'ju vijnë në dispozicion për të eksploruar projektet që dëshironi. Shëndeti mendor dhe fizik është nivele shumë të mira, i çliruar nga stresi i vjetër. Ngjyra me fat është e kuqe. Koha me fat është 2 deri në 4 pasdite. Këshilla e ditës: ndiqni me pasion një interes të ri që ju bën të ndiheni të lirë. Gaforja. E dashur gafore, sot mund të gjeni diçka që e kishit humbur, ose mund të zbuloni një burim të fshehtë që mund t'ju çlirojë mendjen. Në dashuri, intuita juaj është shumë e mpret. Përqendrohu pak ke shkëndijat emocionale që ndjeni ndaj dikujt. Në punë, përdorimi i talenteve tua natyrale në mënyrë kreative do të jetë në qendër të vëmendjes së miqve tuaj. Financat duken mirë dhe ndoshta me përmirësime të mira. Një shqetësim i vjetër monetar do të largohet papritur, duke ju lënë të ndjeni më të lehtësuar. Shëndeti përfiton drejt për drejt nga ky çlirim emocional,
duke ju kthyer energjinë e brendshme dhe qetësinë. Ngjyra me fat, bezh dhe kuqe. Koha me fat, paradite. Këshilla e ditës. Qëndro spontan sot. Luani, i dashur Luan, do ta gjesh suksesin aty ku nuk e mendon se ekziston. Në dashuri, do të ketë një tërheqje të jashtëzakonshme romantike, ose një miqësi mund të kthehet në diçka më të madhe. Njerëzit po tërhiqen nga vëmendja juaj. Në punë, po mbështeteni nga partnerët dhe kolegët. Për sa i përket parave, ide të guximshme do t'ju hapin disa perspektiva të reja fitimi. Mjafton të shkëputeni me vetdije nga e kaluara. Shëndeti për sot është i shkëlqyer. Keni shumë guxim dhe krenari për të ecur përpara. Ngjyra me fat është e verdhë. Koha me fat është rreth orës 5 deri në 18:30. Këshilla e ditës, lëre pas të kaluarën me vetdije dhe prano mbështetjen e miqve. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, kufizimet që ke patur kohët e fundit mund të kthehen në mundësi të mëdha sot. Në marrëdhënie dhe në dashuri po rindërtoni besimin tuaj, gjë që ju ndihmon të rilidheni me njerëz që mbasi i kishit anashkaluar. Reputacioni juaj në punë do të rritet fal ndihmës që jepni dhe keni dhënë edhe në të kaluarën. Jeni të lirë të ndiqni ëndrat tua sot. Sektori financave. Një fat i vogël apo një rastësi e këndshme do t'ju ndihmojë në përmirësimin e planeve tua të financave. Shëndeti është i mirë. Bëj pak kujdes me regjimin ushqimor. Ngjyrat me fat për ju janë kafja dhe e zeza. Koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës. Rishiko situatat e kaluara për të parë se sa përpara ke ecur. Peshorja. E dashur peshore, mbaje mendjen e hapur sot. Do të jesh një tip i frymëzuar sot dhe do të kesh mundësi që ndoshta do t'ju japin pak impulsivitet në jetën e përditshme. Në dashuri, marrëdhëniet mund të ecin përpara me surpriza të këndshme nga ana e partnerit. Në punë, po sillni një frymë të re në grup dhe komunikimi po hap rrugë të mira suksesi për ju. Mund të frymëzoni për të ndjekur një qëllim që ju duket i përkryer për momentin. Financat janë mirë. Dëshiron të bësh aventura të vogla që të nxjerrin jashtë rutinës. Shëndeti i mirë dhe i mbushur me optimizëm. Ngjyra me fat për ju është bezh dhe jeshile. Koha me fat për ju është mbasdite e vonshme. Këshilla e ditës. Dil nga rutina jote e zakonshme dhe hec përpara. Akrepi. I dashur akrep, është mirë që sot të qëndrosh larg zhurmës. Qetësia do të jetë mikja jote më e mirë. Do të kuptosh më mirë ndjenjat dhe do të rikuperosh energjinë. Mos u përpiq të zgjidhësh gjithë problemet brenda një dite, sepse kjo të lodh. Me durim do të zgjidhësh disa probleme që deri tani të dukeshin të pasgjidhshme. Financat thonë, bëj kujdes. Shmangi shpenzimet impulsive dhe vendime të mëdha derisa të jesh më i qartë. Më mirë ec ngadalë se sa të pendohesh për më vonë. Shëndeti lidhet me lodhjen mendore. Jepi kohë vetes për pushim, gjumë të mirë dhe largohu pak streseve. Kur mendja është e qetë dhe trupi fillon të ndihet më mirë. Ngjyrat më me fat për ju janë blu dhe vjollcë.
Koha më me fat është ora 18 deri në 20. Këshilla e ditës: mos e mbi ngarko veten më shumë nga sa mund të përballosh. Shigjetari. I dashur shigjetar, energjia jote e kësaj dite të vendos përballë disa sfidave në komunikim. Dikush mund të keqkuptohet me atë që mund të thuash. Të vjen të reagosh menjëherë, por ruaj qetësinë. Jo çdo koment meriton përgjigje, jo çdo debat ja vlen të vazhdohet. Në dashuri, dëshira për liri dhe për të bërë gjërat sipas mënyrës tënde mund të përplaset me pritshmëri të partnerit. Një bisedë e sinqertë do të zgjidh problemet më shumë se sa një debat. Nëse je beqar, dikush mund të ofrohet në mënyrë shumë natyrale. Nëse përpiqesh të arrish gjithçka menjëherë, mund të humbasësh përqendrimin në punë. Ec ngadalë dhe hap pas hapi. Financat janë të qëndrueshme, por shmang premtimet apo investimet e bazuara tek optimizmi. Kontrollo faktet para se të marrësh vendime. Shëndeti përgjithsisht i mirë, por shqetësimi dhe padurimi mund të lodhen. Ngjyra me fat për ju është ngjyra e ullirit. Koha me fat është paradite dhe këshilla e ditës: mos lejo që nxitimi të largojë nga gjërat që vërtet kanë rëndësi. Bricjapi. I dashur bricjap, diçka brenda jush po ndryshon për mirë. Do të bësh më i hapur ndaj ideve të reja dhe më i gatshëm të lesh zakonet që nuk ju nevojiten më. Ky ndryshim mund të duket i vogël, por mund t'ju hap disa dyer që deri dje ishin të mbyllura. Do të keni më shumë besim në veten tuaj dhe kjo do të reflektohet në çdo fushë të jetës. Në dashuri do të rrezatoni siguri dhe qetësi. Partneri do vlerësoj energjinë pozitive që ti ke. Nëse je beqar, dikush mund të tërhiqet nga vetbesimi juaj. Mos u përpiq të impresionosh askënd, sepse mjafton të jesh vetvetja. Në punë jeni mjaft entuziast, edhe me detyrat më të zakonshme, ju i shihni me sy tjetër dhe gjeni mënyra të zgjuara për t'i përfunduar. Financat janë premtuese. Një mundësi për të fituar më shumë mund të shfaqet papritur. Shëndeti përmirësohet fal gjendjes tuaj të mirë emocionale. Kur ndjeni më të qetë dhe më të organizuar, dhe trupi reagon me më shumë energji. Vazhdoni të kujdeseni për veten dhe mos e lini pushimin pas dore. Ngjyrat me fat është e zezë klasike, koha me fat është mbazdite. Këshilla e ditës: mos ke frikë të provosh një mënyrë të re. Ndryshimet që mund të bësh do të japin rezultate. Ujori. I dashur ujor, kjo ditë është e tillë që të fton të dalësh nga rutina, të lidhesh me njerëzit. Energjia juaj pozitive tërheq vëmendjen dhe shumë persona do ta kenë të lehtë të bashkëpunojnë me ju. Një bisedë e rastësishme mund të hapë një mundësi. Në dashuri, emocionet janë spontane dhe të bukura. Në punë, dini të komunikoni dhe të bini të tjerët, prandaj kjo është një ditë shumë e mirë për negociata dhe komunikim. Mos ki frikë të shprehësh atë që mendon. Financat do të marrin një frymëmarrje më të lehtë. Diçka ekstra mund t'ju përmirësoj ditën sot. Shëndeti është i mirë dhe energjia është në rritje. Aktivitetet dhe kontaktet me miqt ju mbushin me optimizëm. Ngjyra me fat është e argjend. Koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: hapu ndaj njerëzve dhe ideve të reja. Mundësia më e bukur e ditës mund të vijë nga një bisedë që nuk e kishit planifikuar. Peshqit. Të dashur peshq, do të ndjeni se shumë gjëra do të marrin drejtimin e duhur në familje dhe jetën personale.
Një bisedë e shtyrë prej kohësh mund të sjellë mirëkuptim dhe qetësi. Do të kuptosh se çdo problem është aq i madh sa që nëse ti ke besim në vete mund të bëhet i vogël. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe ka afrimitet. Do të kalosh momente të bukura me partnerin. Në punë, do të gjesh disa mënyra të cilat janë shumë praktike për të përfunduar detyrat. Financat kanë shenja përmirësimi. Nëse merreni me një çështje që keni lënë pezu, ka shumë mundësi që të keni një rezultat pozitiv. Shëndeti është në një fazë të mirë. Stresi largohet dhe ti do ta ndjesh veten më të lehtë fizikisht. Vazhdo të mbash një ritëm të qetë dhe mos e mbi ngarko veten me shqetësime të panevojshme. Ngjyrat me fat është e gjelbër dhe e bardhë. Koha me fat është mesditë, këshilla e ditës. Besoni më shumë tek ndryshimet pozitive. Edhe një hap i vogël sot mund të sjellë përmirësi në të ardhmen. Ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.